Njihuni me 3 shenjat e zodiakut që do të takojnë partnerin e tyre ideal këtë sezon. Virgjëresha, ti e lëshon pas dore nevojën për të kontrolluar për një kohë dhe për herë të parë e lejon veten të jesh, jo për të rregulluar, jo për të përmirësuar, vetëm për të ndjerë. Dhe në këtë relaksim, diçka e mrekullueshme fillon të ndodh. Një fytyrë re vjen jetën tënde natyrshëm, nuk nevojitet as pak përpjekje, nuk nevojitet as një analizë tepërt, është e thjeshtë, e vërtet dhe disi e drejta pa mundim. Është sikur universi po të ofron atë që je përpjekur ta ndërtosh vetë për kaq shumë vite, e tëra çfarë mund të bësh është të qëndrosh i hapur dhe mos ke frikë prej saj. Akrepi, intuita jote është mjeti yt më i fuqishëm. Ky person që shfaqet ndoshta në një moment të papritur, në mjedisin më të zakonshëm, është këtu për të kthyer faqen për ty, jo për të mërzitur, për të udhëhequr diku tjetër, më thellë, më në vetëdije. Mos u përpiq ta kontrollosh, mos nxito ta përcaktosh. Thjesht vëre se si të bën të ndihesh. Nëse ndjenja është liri dhe bashkim së bashku, atëherë je pikërisht aty ku duhet të jesh. Demi, dashuria për ty është një akt i përditshëm, është stabilitet, kujdes, prani. Këtë vit, kjo formë dashurie kthehet jo si një kthim në të kaluarën, por si një pohim se të lejohet të kesh atë që të nevojitet. Një person vjen tek ti dhe të shikon sikur askush nuk të ka parë kurrë, me pranimin, me humor dhe respekt, dhe ndoshta për herë të parë pas një kohe të gjatë, ndihesh sikur nuk ke pse të provosh asgjë, thjesht i vetvetja, dhe kjo është gjëja më romantike nga të gjitha.